Në qytetin e Divjakës. Atëherë, në bashkinë e Divjakës, deri tani në këtë moment që po flasim, situata elektorale është konform rregullave dhe ligjeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi një proces shumë normal, gjithçka ka shkuar brenda kontekstit ligjor. Pjesëmarrja është e mirë deri në këto momente dhe si përgjegjësi kryesor i menaxhimit dhe të këtyre zgjedhjeve, mendoj që janë shumë të qeta, shumë transparente dhe pa asnjë lloj problemi dhe pa asnjë lloj incidenti. Ndoshta këto janë zgjedhjet më të qeta? Për mua janë zgjedhjet më të qeta, e them me bindje të plot, sepse e gjithë fushata elektorale u karakterizua nga një ndjenjë shumë e qetë, nga një bashkëbisedim me qytetarët dhe kuptohet që s'ka patur asnjë lloj problemi dhe asnjë lloj incidenti gjatë gjithë fushatës. Kemi qenë të mirë pritur nga të gjithë njerëzit, për gjithçka kemi bërë në këtë kohë fushate. Atëherë, falë gjithë kësaj pune që kemi bërë, kuptohet që unë pres rezultat shumë të mirë, sepse vetë procesi që ne kemi zhvilluar, kemi bërë një proces në çdo fshat, në çdo qendër elektorale, në çdo shtëpi, kemi bërë bashkëbisedim shumë të mirë me qytetarët dhe jam i bindur që Partia Socialiste në Bashkinë e Divjakës do dali forcë e parë dhe me një rezultat shumë të mirë. Kjo vjen dhe si rezultat. Kjo do thotë që ju për këto 4 vjet keni realizuar objektivat, apo jo? Kjo patjetër vjen si rezultat i punës jashtëzakonshme që ne kemi bërë në Bashkinë e Divjakës. Bashkia e Divjakës përfshirë në një sër investimesh të rëndësishme që kanë të bëjnë me në të gjitha aspektet e jetës ekonomike dhe shoqërore të saj. Pra presim këtë rezultat sepse ne kemi punuar, kuptohet jemi drejtuar me program dhe duam që të vazhdojmë punët që kemi nisur dhe presim për të bërë dhe shumë punë të tjera të rëndësishme për të ardhur ndihmë çdo qytetari në çdo cep të bashkisë time. Dëshira jote është që të mbyllet procesi zgjedhor me sukses. Për mua ka rëndësi të jashtëzakonshme që ky proces të jetë një nga proceset më të rëndësishme, më transparente dhe më të qeta në këto 27 vite. Për mua është thelbësore, jam drejtuar qytetarëve që në ditën e parë që kemi filluar zgjedhjet, që për mua ka rëndësi procesi. Dua një proces transparent, të qetë dhe pa probleme. Faleminderit. Faleminderit juve. Po, gati. Atëherë, nëpërmjet jush, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Bashkisë Divjakës, të gjithë qytetarët e Shqipërisë në këtë festë të rëndësishme, në një festë e cila është festë e paqes e harmonisë, festën e Fitër Bajramit.
Dua t'i uroj në emër të Bashkisë Divjakës, në emrin tim të gjitha qytetarë, të kenë sa më shumë harmoni dhe lumturi në familjet e tyre. Faleminderit dhe gëzuar që të gjithëve. Perché c'è la musica, poi ma non pure un due. Ti sono io che stai facendo. Io non busco per dire, se mi piace non sapere se C'è una cosa pure. Ka patër një ndërprerje para ditet si qëndron? Ka qenë rreth orës 9:30 më duket. Pati ndërprerje për një gjysmore. Mori një urdhër që nga këto të djathtë që ndërprisë votimi kaq. Gjysmore. Nuk e di. Brenda për brenda s'pati asnjë gjë, edhe nga jashtë. Tu s'pati problem. U zgjidh për gjysore. Edhe në ato të KZZ-s. Po, dhe vendosë qëtësia, vazhdoj procesi normalisht. Kaq. Tepër normale. 20%. 20% shumë. S'ka gjë. Në orën 9:45, nuk e di, si duket ne këtu te qendra ishim në prezencë me sekretari dhe gjithë si qendër vazhdueshmëria e votimeve ka ecur shumë mirë. Nuk kemi pasur ndonjë problem. Ndërkohë një antar i Partisë Demokratike pati informacion për në borë që njerëzit se kur flisnin që voto këtu, po voto këtu. Ndërkohë, në qendrën tonë po heste mbarvajtja shumë mirë, shumë e saktë. Dhe për këtë, sekretari vendosi vetë që mori vullën, unë i thash, nxirr librin e protokollit, si që është me ligje e mban sekretari, dhe tha nuk e nxirr as librin, as vullën, dhe ndërkohë që e pezulloi votimin, dhe ne kishim shumë njerëz prezencë që po prisim për të votuar. Ndërkohë, antari tjetër i PD-s shprehu unë jam dhe nën kryetari i Partisë Demokratike, tha dhe do t'i gjendem pranë dhe nga përqendrat e tjera. Ndërkohë unë i thash që mundet bëni dorëheqjen si antar nga kjo në qendër dhe të vazhdoni të merruni me partinë në përgjitha qendrat. Se derisa mbarvajtja po shkonte shumë e saktë, pastaj lajmëruan strukturat përkatëse, KZZ-n, policinë, dhe në orën 10:30 çdo gjë vajti shumë mirë, me sekretarin, me antarin, nuk kanë lëvizur më, mbarvajtja deri tani ka vajtur shumë. Faleminderit varianti sekretarit. Sipas të dhënave që ne morëm, KZZ-ja mori vendim që të ndërpritet votimi, për arsye se në borën afër qendrës votimit u bë presion njerëzve për të votuar në njërin parti apo në tjetrën. Dhe u pezullu votimi pothuajse në të gjitha qendrat, janë këtu 6 qendra votimi që ka shkolla jon. Si të gjithë tjerët edhe ne e pezulluam. Kryetari mori vulën time që të sekretarit që do vazhdojmë ne. Thashun zonjë, vula është e imja, drejtë ligjore kësaj vule ka mua, nuk e ke ti. Në qoftë se KZZ-ja i jep urdhër që ne do vazhdojmë votimin, po thanë do ndërpritet si të gjithë tjerët, sepse nuk e ndërpren vetëm ne, ndërpren që të gjithë. Mbasi një farë kohe, i shpërndan njerëzit që ishin në borë, dhanë urdhër që të vazhdojmë. Kryetari tha jo, nuk do vazhdojmë, se tani e ka mundor, tha, u bën 4 veta këta, bën një përzë balë dhe njoftun policinë që kryetari ka marrë vullën, sekretari ka marrë vullën, ka marrë dhe librin e protokollit dhe është larguar në drejtim paditur, kur faktikisht ne kemi edhe të mirë më të madhe që kjo shkollë është survejuar me kamera, mund shikohen dhe kamerat të hapen, që nuk është e vërtet asnjë llaf nga këta gjithon, megjithatë s'ka problem. Mbas saj procedure që ata firmosën për zë balet, hapëm librin e protokollit dhe morëm vendimin për rifillimin e votimit. Dhe votimi vazhdon normalisht, nuk ka asnjë probleme, as nga njëra pala as nga tjetra, është shumë i rregull dhe themi se do vazhdojmë.